Deputetja e Vlorës Zamira Sinaj, e cila vjen nga bota akademike, ishte ftuar në leksionin e hapur me temë rritje ekonomike dhe qeverisja në Ballkanin Perëndimor, një rrugë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Një aktivitet që mblodhi bashkë akademik, student dhe përfaqësues institucional për të diskutuar mbi sfidat dhe perspektivën europiane të vendeve të rajonit dhe në veçanti për Shqipërinë. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+ nga Vlora, deputetja Sinaj u shpreh se tematika e trajtuar në këtë leksion ishte mjaft aktuale dhe lidhet drejt për drejt me të ardhmen e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Ajo theksoi se konferenca përkon me një moment historik për Shqipërinë në një periudhë kur vendi po avancon në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Deputetja nënvizoi se Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm në këtë proces, por shtoi se integrimi nuk është thjesht një objektiv politik, por mbi të gjitha një standard që kërkon transparencë, llogaridhënie dhe institucione që ofrojnë shërbime cilësore për qytetarët. Ishte kënaqësi për mua sot të isha pjesë e projekti Jean Monnet që zhvillon Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Vlorës, tematikë e cila ishte shumë aktuale, që fliste për rritjen ekonomike, qeverisjen e mirë për vendet e Ballkanit Perëndimor si një rrugë drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Dhe kjo tematikë e sotme përkon më së miri me momentin historik që ndodhet Shqipëria në rrugëtimin e saj drejt këtij integrimi. Po ashtu doja të theksoja një lajm, pasi para 2-3 ditëve Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë, ku e vlerësonte Shqipërinë me nota tepër pozitive për gjithë progresin që ajo ka bërë për të integruar në Bashkimin Evropian, ku aty Shqipëria mori 58 vota pro këtij program progresit. Por kur flasim për integrim të Bashkimit Evropian, duhet të kuptojmë diçka që nuk duhet të fokusohemi që kjo është një agjendë politike, por integrimi është standard, është transparencë, është llogaridhënie dhe në fund të ditës është shërbim me dinjitet dhe me një cilësi ndaj qytetarëve tanë. Ndaj te kjo pjesë qeveria Rama ka qenë shumë e fokusuar tek transparenca, llogaridhënia dhe tek reforma në drejtësi, si dhe tek lufta ndaj korrupsionit. Deputetja e Vlorës u ndal edhe tek rëndësia e edukimit dhe gjithë përfshirjes së brezit të ri në këtë proces, duke theksuar se të rinj duhet të jenë pjesë aktive transformimit të vendit. Sipas Zamira Sinajt, rritja ekonomike, qeverisja e mirë dhe integrimi në Bashkimin Evropian janë fjalët kyçe që duhet të udhëheqin politikat dhe vizionin e Shqipërisë në vitet e ardhshme. Ajo shtoi se është përgjegjësi e përbashkët që institucionet, universitetet dhe shoqëria të kontribuojnë në formimin e një brezi qytetarësh të denj për standarde europiane, të aftë për të ndërtuar një Shqipëri më të zhvilluar dhe konkurruese. Që nga vetë tema 3 janë fjalët kyçe: rritje ekonomike, qeverisje e mirë dhe integrim në Bashkimin Evropian. Aq më tepër që nesër është dhe 9 maj, që përkon me ditën e Europës. Dhe ne të gjithë si qytetar shqiptar të këtij vendi, si politikan, si akademik, duhet të fokusohemi dhe të japim kontributin ton maksimal në rritjen dhe në profesionalizimin e brezave të rinj, të cilët të bëhen nesër qytetarë të denj të Bashkimit Evropian. Deputetja e Vlorës Zamira Sinaj vlerësoi rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla në Universitetin e Vlorës, duke theksuar se diskutimet akademike dhe forumet publike ndihmojnë në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe krijojnë ura bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit, por edhe botës akademike. Sipas saj, Vlora ka potencial të madh intelektual dhe akademik dhe aktivitetet të kësaj natyre kontribuojnë në zhvillimin e qytetit dhe në afrimin e të rinjve me vlerat europiane. Është shumë e rëndësishme për qytetin e Vlorës, pasi krijon rrugë bashkëpunimi dhe komunikimi me akademik dhe me student të ndryshëm. Po ashtu një aset në këtë aktivitet ishte profesoresha e Harvardit Albana Shehaj, e cila është duke ndarë ekspertizën dhe eksperiencën e saj me studentët, të cilët ishin shumë të interesuar për të bërë pyetje të ndryshme në lidhje me proceset e integrimit dhe me fazën ku ndodhet sot Shqipëria, që unë jam e sigurt që brenda vitit 2029 ne do të jemi pjesë e familjes madhe europiane.